u pyet shqip, kurse u përgjigj maqedonisht. Furkan Saliu të vetë vajseden. A mendoni që ka ardhur koha që pas 20 ditëve më në fund të tregoni se cili është qëndrimi juaj rreth platformës shqiptare? Ako nemate prevedovat që kemi prevedam? Muhamet, pomogni mi. Zoran Zaev pas një muaj i shprehet se ka qëndrim të mirë karshi kërkesave shqiptare, të artikuluara në deklaratën e përbashkët që nxorën BDI-ja, BESA dhe LRPDSH-ja. Kryetari LSDM-s tha se qëndrimin e tij të prerë do ta bëjë me dije, posa ta merr mandatin. Itekako imame sushtinski i suštestven stav. Kemi qëndrim thelbësor dhe për platformën shqiptare. Shpresoj se do ta fitoj mandatin që më njerë t'i themi qëndrimet tona. Ne kemi punuar për një shoqëri për të gjithë. Qëndrimi ynë është e qytetari, për ne, për qeverinë e re. Jemi pozitiv në këtë aspekt. Nëse na jepet mandati, do t'i hapim për diskutim çështjet. Zaev tha se ka biseduar për këto parime me 3 kryetarët e BDI-s dhe se ky subjekt është në dieni për qëndrimet e sakta të LSDM-s rreth platformës shqiptare. Për këtë dokument po insiston edhe BDI-ja, e cila është çelës për formimin e qeverisë së ardhshme. Zëdhënësi i saj Bujar Osmani ka deklaruar se për momentin ajo që është me rëndësi për partinë e tij është platforma shqiptare. Ai ka thënë se BDI ka nevojë ende për të debatuar për 5 opsionet. Për ne ishte me rëndësi të respektojmë vullnetin e qytetarëve shqiptar, kontratën që e kemi nënshkruar. Prej Aleancës për Shqiptarët dhe prej koalicionit Rilindje me BES, disa herë me radhë gjatë procesit të negocimeve apelonin që BDI t'i përmbahet platformës së përbashkët. Këto 2 koalicione parimisht kanë qëndrim pozitiv karshi socialdemokratëve, por zyrtarisht nuk janë shprehur për një mundësi koalicionimi me këtë subjekt, në rast se i ofrohet Zoran Zaevit mandati për formimin e qeverisë së re.